Bismillahirrahmanirrahim. Pakënaqësia, tradhtia dhe dëshpërimi. Me këtë nocion nënkuptohet shpreha pakënaqësisë me vendimet, nimetet dhe caktimet e Allahut xhaleshanuhu, gjithsesi me gjendjen të cilën mund ta ndërrojë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Në një hadith kutsi, Allahu xhaleshanuhu thotë: kush nuk është i dërueshëm në provat e mia, nuk është falënderues në begatitë e mia dhe nuk është i kënaqur në përcaktimin tim. Le të marr për vete zot tjetër. Sipas këtij hadithi kutsi, Allahu xhaleshanuhu heq dorë prej atyre që janë të pakënaqur në caktimin e tij dhe të cilët në vështirësi nuk tregojnë durim. Muslimani në vërtetë s'mund ta lohas asnjë ngjarje në jetë, as pozitive e as negative, as e gëzueshme e as e pikëllueshme. Ai beson fort dhe e di se gjithçka që është mbi fuqitë e tij vjen me dëshirën dhe caktimin e Allahut. Prandaj të gjitha këto i pranon si dhuratë të Allahut xhaleshanuhu dhe për herë është i kënaqur. Nëse falenderoni, thot Allahu i Madhëshëm, do t'ju ashtoj të mirat, e nëse përbuzni, s'ka dyshim, dënimi im është i vështirë. Surja Ibrahim, ajeti 30. Tradhtia sipas Islamit është rreptësisht e ndaluar, haram, ndërkaq besa është vajib, besatim, obligimi. Muhamedi alayhis salam thotë: nuk është besimtar i vërtet ai i cili nuk është i besueshëm, po as që ka iman të vërtet ai i cili nuk e realizon premtimin. Tradhtimi i popullit dhe i Allahut është mëkat i madh, ndërkaq tradhtarët i pret dënim i rënd në këtë botën. Dëshpërim do të thotë humbje e shpresës, veçanërisht në mëshirën e Allahut, ka gjithashtu është veti e shëmtuar dhe ndaluar. Mëshira e Allahut është e pakufishme. Kurani për këtë thotë: mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu fal shumë, ai është falës mëshiruar. Surja Zumar, ajeti 5. Pastaj Allahu i Madhëshëm thotë: vetëm populli jo besimtar e humb shpresën në Allah. Surja Yusuf thotë: pas ajeteve të lartshënuara, muslimani asnjëherë s'guxon ta humb shpresën dhe besimin në mëshirën dhe faljen e Allahut xhaleshanuhu. Kur nuk është vonë që njeriu të pendohet, kthehet të vërtetës dhe rrugës së drejtë. Mëkati më i madh është të vdesësh në mosbesim dhe i papenduar.